يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet dhe lavdrimet takojnë vetëm Allahut xhalla sha'nuhu. Ata falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë dhe shpëtim kërkojmë. Ndërsa salavatet dhe selamet më të përzgjedhura ja drejtojmë njeriu tonë më të dashur, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla sha'nuhu në Kur'anin famlar thotë: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. O ju që besuat, keni frikë Allahun me një frikë të sinqert, dhe mos vdisni ndryshe vetëm se musliman. Xhamatllin të ndershëm, jemi në muajin e rahmetit, jemi në muajin e bereqetit, jemi në muajin e mëshirës, jemi në muajin e ibadeteve të shumta, cilat i bëjmë ne për Allahun xhalla sha'nuhu. Jemi në muajin e agjerimit, ku besimtari mundohet që sa më shumë të jetë lidhur me Allahun xhalla sha'nuhu, që sa më shumë të bëj punë të mira, të fal namaz, të agjeroj, të lexoj Kur'an, të jap sadaka, të vizitoj të afërmit, e shumë gjëra të cilat ne mundohemi të fitojmë kënaqësitë e Allahut xhalla sha'nuhu dhe në botën tjetër mirësitë e tij të shumta. Vëllezër të dashur, sot e kemi marrë në këtë ligjërat të shkurtër një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku për të gjitha punëve që ne i bëjmë, namazit, agjerimit, leximit të Kur'anit, pejgamberi alayhi salatu wasalam pra i përmend që janë shumë rëndësi në Islam disa vepra, i përmend dy vepra shumë të mira, cilat besimtari do t'i veprojë, do të fitojë kënaqësinë Allahu xhalla sha'nuhu. Cilat janë ato vepra të cilat pejgamberi alayhi salatu wassalam po na tregon? Pra, Allahu kur dalim para Allahut në ditën e gjykimit, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, do të na pyes: O bir i Adamit, unë rash i semur, do të na thot Allahu xhalla sha'nuhu, e ti nuk më vizitove. Çka do i përgjigjet njeriu Zotit xhalla sha'nuhu? O Allah, o krijuesi im, si do të vizitoj unë ty kur ti je Zoti i botrave, si mund të vite të vizitoj? Allahu xhalla sha'nuhu i përgjigjet njeriu: O robi im, a nuk e dije se një nga robrit e mi ishte i semur dhe ti nuk e vizitoje? Pra Allahu xhalla sha'nuhu po na përgjigjet se a nuk e dije se një nga robrit e tu, një nga miqtë tanë, vëllezër të dashur, nga shokët tanë, nga të afërmit tanë, është i semur e ne nuk shkuam ta vizitojmë. Dije, thot Allahu xhalla sha'nuhu, se sikur ti të shkoje të i semurit ta vizitoje, Allahu xhalla sha'nuhu thot ti do të më gjej mua aty. E shikoni xhamatllin të ndershëm sa e rëndësishme është kjo punë që ne shkojmë 5 minuta, 10 minuta, sa kemi mundësi, shkojmë vizitojmë një mik tonë, një shok tonë i cili është i semur. Pra vlera e vizitave për të semurit ka një rëndësi të madhe në Islam. Pra Allahu xhalla sha'nuhu, po gjejmë Allahun xhalla sha'nuhu me të semuarit, po gjejmë rahmetin, mëshirën, nimetin, bereqetin të Allahut xhalla sha'nuhu. Pejgamberi alayhi salatu wassalam shumë bukur në një hadith na tregon se rruga i cila merr besimtari prej shtëpisë vet me shkuar deri te vendi, deri te shtëpia e personit apo në spital, ku shkojmë tash pa marr parasysh, ajo rrugë thot çdo hap e tij ka sevap, pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe duaja gjatë rrugës, thot pejgamberi alayhi salam, edhe kur të shkojmë, edhe kur të kthehemi për shtëpi, besimtarit duaja i pranohet te Allahu xhalla sha'nuhu. Pastaj xhamatllin të ndershëm, dytën cilën e përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam, dytën që thot Allahu xhalla sha'nuhu do t'ju pyes në ditën e gjykimit, do të na thot: O bir i Adamit, unë të kërkova ushqim, ti nuk më ushqeve. Ndërsa njeriu do i përgjigjet Allahu xhalla sha'nuhu: O Allah, po si mund të ushqej unë ty kur ti je Zoti i botrave? Allahu xhalla sha'nuhu do na thot: A nuk e dije, o robi im, se
robërit e mi kishin nevojë, disa prej robërve të mi kishin nevojë për ushqim, e ti nuk ju dhe. Dije, o robi im, se sikur ti të solidarizoheshe me ta, t'ja uzgjatëshe dorën atyre, t'u jepshe nga pasuria jote të cilën ta kam dhënë unë. Pra Allahu xhaleshanu neve të gjithëve na ka dhënë këtë pasuri, këtë rizq. Andaj është obligim për neve që ne të solidarizohemi. Dije thot Zoti xhaleshanu se ti sikur të jepje nga pasuria jote, sadakë, zeqat, të jepje të mirë, të ushqenje të varfër, do të gjesh shpërblim të madh tek unë. Pra, vllazër të dashur, këto pejgamberi alayhis salatu wassalam, cilat i përmend, pra vizita është prej veprave që ne këtë Ramazan mundim me shfrytëzue, ku sevapet janë, që thot pejgamberi alayhis salatu wassalam në një hadith, se sevapet në muajin e Ramazanit nuk janë si muaj tjerë, pra janë me qindra dhe me mija herë më shumë. Andaj, prej veprave tona të mirave që mund t'i bëjmë, përveç namazeve, përveç farzëve, ibadeteve tjera, mund të fitojmë kënaqësinë Allahu xhaleshanu edhe me vizitë të afërmëve të me sadaka, sepse dhe sadakan Allahu xhaleshanu, ata të cilët japin sadaka, vlera e sadakas është xhamatin të ndershëm, është shumë e madhe. Pra, sadakaja është shenjë e solidaritetit, sadakaja është shenjë e bujarisë, është shenjë e nderit, është një nga veprat më të vlefshme. Sadakaja e shton rrezikun, sadakaja është shtim i të mirave, është shtim i pastrimit, është pastrim i pasurisë, është pastrim i shpirtit. Sadakaja, pra thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, do të na bëjë hije, besimtarit do të bëjë hije në ditën e Kiametit. Sadakaja, vëllezër të dashur, është siguri nga frika në ditën e gjykimit. Po ashtu, sadakaja është shkak për pranimin e lutjeve, për pranimin e duave. Po ashtu, që është edhe më kryesorja, me sadaka, besimtari fiton kënaqësinë e Allahut dhul xhelal. Zoti xhaleshanuhu në Kur'an thot: Inna Allaha yajzi mutasaddiqin. Pra Allahu xhaleshanuhu i don ata të cilët japin, ata të cilët dhurojnë, ata të cilët janë dorë lirë. Pra vëllezër të dashur, lutim na gjithmonë dhe pa ndërprer, lutim të madhin Allah që gjithmonë për veprat tona, për punët tona, na shpërblej me të mirat e tij. E lutim Allahun xhaleshanuhu të na shtoj imanin, të na shtoj besimin në zemrat tona, na forcoj në rrugën e dinit Islam. E lutim Allahun xhaleshanuhu që veprat tona, agjerimi jon, namazi jon, Kur'ani ynë, gjitha veprat tona të mira që në ditë gjykimit na i pranoj dhe të na bëj dëshmitar për neve në ditën kur do të dalim para madhnisë Zotit xhaleshanuhu me dhënë llogari. Dhe në fund e lutim Allahun xhaleshanuhu të na jep të mirat e tij dhe të na shpërblej me xhenetul firdaus gjithë muslimanët. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.